Hapet zyrtarisht pazari i verës në Tuzë, mbrëmja inaugurohet nga Ledri Vula dhe Riker Saloka. Në një atmosferë festive dhe pjesëmarrje të madhe qytetarëve dhe vizitorëve të mërkurën mbrëma u hap zyrtarisht pazari i verës në Tuzë, një nga aktivitetet më të rëndësishme verore në Malësi. Hapjen e edicionit të së vjetshëm e shpalli kryetari i komunës së Tuzit, Lindon Gjela, i cili uroj pjesëmarrësit dhe theksoi rëndësinë e organizimeve të tilla për gjallërimin e jetës kulturore dhe shoqërore në Malësi. Nata inauguruese u shoqërua me një program të pasur artistik, ku të pranishmit patën mundësinë të shijojnë performancat e artistëve të njohur Ledri Vula dhe Riker Saloka. Koncertet sollën atmosferë të veçantë, ndërsa publiku mirëpriti me entuziazëm muzikën dhe energjinë e artistëve.